4 ditë afat na kanë dhënë, mi largu senet, nëse nuk i largojmë, i rënojnën edhe nuk na kompenzojnë kur gjë. E kena prun tunën private, nuk e kema as për 99 vjet, as nuk kanë siç po thotë toka e komunës, se nuk ka toka kë në ajër nuk mundet me nejt kjo. Kjo janë tokë të vet objekte. Edhe kjo firma që e ka marru këtu, e ka marru në tokë të vet, se ka marru në ajër. Atë pjesën anë djali kryetarit për me bën një lanç. Ja kanë ly, po kjo nuk ja ka dhënë. Ma mërmenja i zotnia ka thonë babit, s'po ma jep, ka najtë mos tani se one javë bajnë juve, këta i ekipi këtuit, edhe s'ki nevoj me pagu qira. Për prunën që është në qendër të Lipjanit, ku metrat katror këtu jenë dikun 3-4 euro, ju ka afru dikun sa e diju në 650 euro për metr katror, shka që është jashtëzakonisht shumë e olt, po e theksej një çështje që njerëz, po banorët këtu janë të lehtë edhe në aspektin emocional me pronat e tyne. Këto, si përshën edhe vetën, ka marrë vendime komuna për rënimin e objektit. Do me thonë objektit në ka shpërnësu pa pajtimin tonë të kësha jena banorët në këtë objektin, jena krejt, do me thonë bashkë, edhe nuk kemi interese për mjavdhan komunës objektin. Ata na kanë shpërnësu në mënyrë të parregullt. Po, i njëjti rast të kam para 2 vjete, ne kam pru një vendimën të njëjtin, do me thonë që 4 ditë afat na kanë dhënë, mi largu senet, nëse nuk i largojmë, i rënojnën edhe nuk na kompenzojnë kur gjë. Po, arsyeja pse na kanë shpërnësuën, kjo është arsye që nuk e dina dhe na vetë për shka na kanë shpërnësu, as na kanë thirrë, as kena mojt mbledhje, as dëgjim publik, as kur gjë, vetëm e kena pruni një njoftim që pruna jonë private na ka shpërnësuën prej komunës. Që sa jetonin këtë pronjë? Na jetojmë që unë për veti jam over 18-20 vitev, kurse këta tjerë ka ma shumë, ka pak ma pak, po 30 vjetë, 40 vjetë, është, do me thonë, ndryshme janë. Si pas tyne, arsyeja tyne o kanën për ndërtimin e parkingut, në nënkalimin edhe parkun e qytetit. Si që pushihet tashtina, pushihet që këtë janë krye dhe nuk ka pengu kur gjatë. Do me thonë, gjatë shpërndësimit janë bo shkeljet shumë të mëdhaja, se kjo ka bo një plan tjetër në dëgjim publik, edhe kur e kanë votu në asamble, edhe këtë diçka tjetër e ka zbatu. Do me thonë, u kam për më prish kjo, më bo rruga në nënkaluse mu lidh me parking nërmjes objektit. Po tash nuk kanë që shpeshen edhe vetë, u dalë këto. Do me thonë ka ndryshu projekti. Kur të ndryshëm projekti, do të mu votu bjena e poshtë, do të mu votu edhe një herë, për sërish tas me mu votu. Kësë ka votu heq. Do me thonë edhe na i ka pru neve për shkak qësajna. Do me thonë për shkak parkingit, në nënkalimin edhe se ka pengu kur gja. Po si kur që ta kish pengu, edhe banorët na, për Lipjanin ose për shtetë tonin, e kishmi bashkëpunu me komunën, edhe ja kishmi lëshu, nëse o ka nevoja për të mirë të Lipjanit, po ata s'na kanë vetë neve, hecë kanë bashkëpunu, vetëm na i kanë deshme na i marë pronën. Për me ndërtes me pare popullit, pare qytetarve, më na i dha neve, më na i shpërndësu, kurse me ndërtu me firma private, me njerës privat. Na s'kemi interese për herë të parë se jemi të lidhë mirë këto, nuk kemi interese me dhonë heq, po as nuk ka bashkëpunu as pak me neve, nuk na kanë thirrë as një herë kryetari komunës me bashkëpunu me unë me folë për këtë pjesë, edhe na nuk kemi interese me janë komunës, nëse dojnë me restauru, ose nëse dojnë me ndërtu. Na jemi pro ndërtimit, pro restaurimit, jena me bashkëpunu, po sefte më na vetë, neve se në shpërun private, brona private më të cënu, kjo është e drejtë ndërkombëtare, ku dush në botë nuk i cënohet e drejta e pronës. Na e kena prunë tonë në private, nuk e kema as për 99 vjetë, as nuk kanë siç po thotë toka e komunës, se nuk ka toka kë në ajër nuk mundet me nejt kjo. Kjo janë tokë të vet objekte, edhe kjo firma që e ka marru këtu, e ka marru në tokë të vetë, se ka marru në ajrë. Kjo është, po këtu janë, thashe thame, tyne për interesat tyne personale, private. Unë e qysh kam prej Kojshis tem, se këtu 2 lokalet janë të mija, aty anena janë në tati Kojshis, kryetari komunës me asambleistin, ose nuk pedijo në kusha nën kryetarin, ja kanë lypën atë pjesën ane djali kryetarit për me bo një lanç. Ja kanë lypë, po kjo nuk ja ka dhënë, ma mërmenja i zotnia ka dhënë babit, s'po ma jep, ka najtë mos tani se one javë bajnë juve, këta i ekipi këtuit, edhe s'ki nevoj me pagu qira. A u këtë, edhe tash ka këmgullaj, pa tjetër, do mësë dësë më na i marrën pronën tonë private.
na i ka qitë parët në BKQ, po na nuk dina shka. As ka full me neve, as kur gjanë, do me thonë, si kur juve me ardhë m'javë ble shpinë, dhe me thonë, javë kum lanë dë pare që atje, nuk mos me dit ju as shmem, as pa full heq, as pa qilë kënë të YouTube-ën, edhe kjo nuk e di është, do të me full edhe me jurista dhe me avokat, se kjo edhe kënë të nuk banë më të qelë tyje pa dijen tane. A uptë? E këta e kanë shkel ligjin qysh pej fillimit shpërëndësimit, se edhe ligjit që u bon për shpërëndësim, kanë shkel ligje, tjetër sen kanë votu, tjetër sen e kanë req projektin, do me thonë e kanë zbatu kitë ndryshe. Na i na munu, i kina 7 landë janë gjykat, na i na munu, i kina dhënë zërë maksimum, edhe se na ka bo stres psiqik, mentale, financiare, se u kënduf me marrë dhe avokate, u kënduftën mu përpjek në familje kina për stres, se na ka ndikua të familjet të na kë stres, që 5 vjetë e komuna të na bo stres neve. Edhe na nuk kina, si kuron, si banorët këtë gratë këto shajan, nuk e kina njetë me lëshu, kina me luftu dej në momentin e fundit, nëse është nevoja drejtësi, ju kisha bon thirrje drejtësisë Kosovës, përgjithsi, hajdi këto këqërne, shkëfar pa drejta janë t'ju bo qytetarit. Edhe të mësojna më bëllë, më me kësi senet, civilizomit, jena të shku ka Evropa, të respektojmë ligjin, edhe mos të ndodhin më kësi senet, se nuk është edhe kjo e mirë për popullin, për tjertë me pa, fëmija tonë me pa rinia jonë që për mirët e drejta se shka bojnë ata nuk e shohin të ardhmë në këtë vend. Kur mua mirët e ardhmja jeme, o dhone e shët që këto është pa drejtësit më vaja në të ba. Tash është me informasak dhe mund t'i referohemi ekspertizës. Aja o masa. Ani dhe. Kjo është bazik. Shto me he? Po he. Asni fjallë, për rendë në të cilë në mojë. Asni fjallë, është për rendë fjallë. Sëpër mjaftë. Mjaftë të fejtë. Kjo është bazike për këtë moment. Të deklarimit në vend gjatë. Vesi që. E deklarimit në vend shësu. Mund është me cikurë në bërë. Gjykata e pyet ekspertë. Do të si pas vendimit të gjykatës, do të përshkruaj gjendje faktike me të cilin e mordhur. Në pasa më të shkruaj. Gjykata e pyet ekspertin. Për shkak të gjendjes emergjente, a ka mundësi që me hartu ekspertizën në një fakt më shkurtër se sa i është caktuar, a ka? A ka mundësi ta hartojmë ekspertizën edhe më shkurt se sa ka paracion në atë vendera. A ka si kushtat? Do të mundohen... A i ka seanca kryesore do të caktuara. Do më thonë obligohet ekspertë që brenda vitit martën më nësha? 14. 14 kur me 15 me caktu. Ha me nga mundësi që me caktuna me 14? A, në të është edhe vikend. Se reprendë. Jam avokat në Betroshu, pa përfaqësu se propozuesit Gjevdet Sadiku në këtë rast, ashtu si që po të dhe jo, gjykata du në vend që kemë me ekspertin e vend të ngjarjes, duke i konstatuar dhe vërtetuar se a ka përfunduar projekti i komunës Lipjanit mbi bazën e të cilit ka fillu procedura e shpërndësimit, ashtu siç po vërtetohet, po shihet edhe nga ana juaj, projekti ka përfundu, njëkohësisht është ndërtuar nënkalimi që lidhe rrugën lidhja Prizrenit me parkingun nën Toksor dhe më pas është ndërtu dhe parku i qytetit Lipjanit, i cili ka çështje të mjaftueshme me sheshin Adem Jashari.
Mbi bazën e kësaj dhe duke bazuar në ligjin mbi shpërndësimin përkatësisht në enin 34, banorët kanë ngritur padi me caktimin e mosës së sigurisë për të vërtetuar gjendjen faktike dhe për të vërtetuar më pas nga gjykata në bazë të provave të cilat ne i kemi dorëzuar se shpërndësimi pronarëve duhet t'ju kthehen pronat pasi që fillimisht e kanë qysh nga dita e parë e kanë kontestuar këtë shpërndësim. Dhe duke i marrë parasysh të gjitha faktorët tjerë relevant, si dhe duke marrë parasysh që prona private është e mbrojtur edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, përkatësisht në enin 46 me protokollet evropiane mbi drejtat e njeriut, prona është e pacenueshme dhe mbi bazën e kësaj, duke parë që projekti është realizuar në tërësi, banorët fillimisht kanë ushtruar padi që prona t'ju kthehet ashtu siç e kanë pasur më herët, pasi që të njëjtit dhe janë duke shfrytzuar në shfrytëzim faktik. Gjykata duke i marrë parasysh të gjitha provat dhe për atë arsye ka marrë këtë çështje me trajtu me urgjencë. Se realisht ne padinë kemi dorëzuar me datën 03 së bashku me caktimin e masës së sigurisë dhe sigurimin e provës. E kemi dorëzuar me datën 03/07/2026 dhe duke i paraportur të gjitha këto rrethana, gjykata ka vepruar shpejt që të mirën gjitha provat, sigurohen gjitha provat dhe të shikohet se a ka padia fillimisht bazë, për cilën ne kemi ngritur pretendimet e tona dhe ne besojmë si avokati fushës, ne besojmë që padia në fund do të ketë epilog pozitiv, pasi që edhe ashtu siç shihet që një gjë e tillë që nuk mund të ndryshohet, projekti është realizuar në tërësi dhe edhe ligji që është jashtëzakonisht e favorshme në këtë rast për palët tona dhe ligji e parasheh që nëse ndodh një shpërndësim edhe mandej projekti realizohet edhe nuk e prek pronat të cilat është dashur më shpërndësu, në enin 34 në mënyrë specifike e specifikon, pronarëve ju kthehen pronat. Mbi bazën e kësaj, duke i paraportur gjitha këto rrethonat, ne jemi të bindur që pronarëve do t'ju kthehen pronat. Po, seanca do të u caktuar me 15 korrekt, për arsye sepse ekspertë e morën përsipër që ekspertizën ta hartojnë me një afat shumë të shkurtë kohor, edhe besojmë që si ta marrëm ekspertizën, si të vërtetohet gjendja faktike, do të vazhdohet me procedura tjera dhe gjykata do të aprovojë kërkesën për caktimin e masës së sigurisë deri në përfundimin e kësaj çështje kontestimore. Pasi që ekziston baza juridike, në momentin kur ekziston baza juridike, është domosdoshme që të caktohet masa e sigurisë, për arsye se nëse fillohet rënimi dhe kryhet rënimi, atëherë padia e humb kuptimin e saj dhe nuk ka më sens që të vazhdohet me padi. Edhe kështu që duke i paraportur gjitha këto rrethona, këto fakte, gjykata e caktoi seancën dhe në seancë do t'i prezantojmë edhe prova tjera shtesë që aty disponojmë edhe ekspertiza do të konstatojë këtë fakt tonin pa kontestueshëm, me çka edhe jo gazetar mund ta vërtetoni se projekti vetëm se është realizuar. Edhe një çështje që është më rëndësi, realisht plani urbanistik i komunës Lipjanit e parasheh që këtu të bëhen ndërtim i lartë, edhe shpërndësimi atakon edhe nenin 4 të ligjit mbi shpërndësimin, pasi që në bazë të nenit 4 asesi nuk guxohet të bëhet diskriminim. Në rastin konkret, me banorët e kësaj çështje kontestuese ka dhe diskriminim, për arsye se banorëve të objektit që ngjitet në afërsitë tyre, ju ka dhënë drejta që negociojnë me ndërtuesin që të marrin kompenzim. Ndërsa këtyre vetëm kanë shkuar me një shpërndësim, pasi që kjo edhe vlera e shpërndësimit ka qenë jashtëzakonisht shumë e ulët, e pa dinjitetshme dhe gjitha këto janë të evidentuar në shkresat e Londës. Deri në çfarë vlere janë kanë kompenzime? Me të thënë drejtën, pala nuk e ka pranuar aktin e vlerësimit dhe asë si avokat nuk kam njohuri, por si shumë kanë njoftuar ata, dikun ka qenë për pronën që është në qendër të Lipjanit, ku metrat katror këto janë dikun 3-4.000 euro, ju ka ofruar dikun sa e diu në 650 euro për metër katror, shka që është jashtëzakonisht shumë e ulët, po e theksoj një çështje që njerëz, po banorët këtu janë të lehtë edhe në aspektin emocional me pronat e tyre. Edhe mbi bazën e kësaj, edhe kushtetuta i ka dhënë rëndësi shumë të posaçme pronës private. Domthonë, prona private është e mbrojtur me kushtetutë. Edhe kur don pyetje prona private, edhe gjykata, edhe institucione tjera, edhe kushtetuta vepron mjaft shpejt duke i marrë parasysh gjitha këto fakte.